Kthimi amerikanëve duket se ka rikthyer guximin e SPAK dhe gjykatës speciale. Vetëm sot 3 zyrtarë të lartë janë proceduar penalisht. Olga Xhaçka bashkë me bashkëshortin Bars Pajia dhe Elir Beqe. Ata mund të përballen me masa serioze penale, ndërsa pronat e SPAK-ut 2 prej tyre janë sekuestruar dhe rrezikojnë konfiskimin. Por sigurisht tani mund të fillojmë të spekulojmë pak mbi një të vërtet guximin e SPAK. Në raportin vjetor që prokuroria e posaçme dorëzoi në kuvent po sot, folën të tjera për presione kriminale, mediatike, por edhe politike. Ato e kishin vetëm për PD-n, Berishën dhe Ilir Metën. 2 nga 3 proceduarit sot janë kandidat për deputet, një majtas dhe një djathtas. I treti, Beqaj, është nërkohë në burg. Duket sikur SPAK ka një balans politike pas kthimit amerikanëve në përdorimin e shpatës, por kjo ndoshta është rastësi. Nuk është rastësia, mas se sot kemi një opozitë të dobët dhe ndërhyrjet e SPAK, nëse mund quhen të tilla, po dobësojnë vetëm qeverinë. Futu te kthimi i amerikanëve duket sikur ideja plotësohet. Amerikanët kthehen, por me mendje tjetër dhe cila mund të jetë ajo. Por për më shumë, cili pritet të jetë efekti kësaj sjellje të SPAK në humoret politike të shqiptarëve? Mazharanca duket qartë se është në pozita agresive në këtë parafushat, ndërsa Berisha duket i dorëzuar te vendi i dytë. Por një ditë më parë, një real story, një figurë historike e majtës, Pandeli Majko, tha se Partia Socialiste rrezikon të shkojë vetëm te 70 mandatet nëse nuk zgjohet nga gjumi për të mos lënë shtresën gri të bjerë në dorën e partive të reja. Te ky pojimi Majkos është vetëm një pjesë e të vërtetës që kërkojmë. Pjesa e dytë është, a mos po kërkojnë amerikanët një fitore si Piros për Ramën, dhe nëse Rama e ka kuptuar këtë, a mos vallë po kërkon ai një fitore më të qartë se në vitin 2021? Dhe nëse ndodh kështu, a rrezikon më pas SPAK fatin e saj? Për këtë do flasim sonte, sikle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Reelstor. Me mua sot në program janë Skerdian Dhuli, koordinatori i Partisë Demokratike për fushatën në Himar. Mirëmbrëma Skerdi, faleminderit që me mua sot. Ergjys Mërtiri, mirëmbrëma Ergjys. Dhe avokat Edmond Pedri, mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma. Të ndjekim fillimisht një material që lidhet pikërisht me raportin vjetor që SPAK sot ka dorëzuar në Kuvendin e Shqipërisë. Pjesë e ka dalë në ditë të shkuara, por shumë interesant fakti ku SPAK fokusohet tek ajo që quhen një presion shumë dimensional që po vjen në punë e saj, një presion që e ka përballur me grupe kriminale, me grupe mediatike, por dhe me presione politike. Dhe për herë të parë, SPAK flet për diferencën që ndodh midis qëndrimeve nga institucionet dhe qëndrimet që vijnë nga njerëzit e thjeshtë. Ndjekim kronikën. Problemi kryesor i prokurorisë së posaçme është presioni në rritje ndaj punës së saj kundër krimit dhe korrupsionit. Presion që sipas SPAK vjen nga radhët e politikës, nga grupet kriminale, por edhe nga grupet mediatike. Në raportin vjetor tashmë të dorëzuar Kuvendit, thuhet se ky presion cënon punën e prokurorisë dhe integritetin e prokurorëve të posaçëm. Presioni jashtëm ndaj SPAK nga krimi organizuar, aktor politik dhe mediatik, i cili cënon pavarësinë e tij kushtetuese dhe efektivitetin në hetime. Ndërhyrjet e jashtme rrezikojnë gjithashtu integritetin e prokurorëve dhe të procesit hetimor. Për të garantuar pavarësinë e SPAK-ut, si dhe mbështetjen për prokurorët në çështje të ndjeshme, nevojitet një reagim më i koordinuar dhe në kohë i të gjithë institucioneve të cilat kanë përgjegjësinë e mbrojtjes së integritetit të SPAK. Gjithashtu një tjetër problematik sipas SPAK është numri ulët i referimeve nga institucionet publike, përfshi policinë e shtetit, në lidhje me veprat penale në kuadër të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, duke lënë të kuptohet rritjen e mosbashkëpunimit prej tyre. Paralelisht ka rritje të besimit të qytetarëve, referuar numrit më të madh të kallëzimeve të regjistruara në prokurori. Sa i përket luftës kundër korrupsionit, prokuroria e posaçme ka ndjekur një qasje aktive duke hetuar një numër të konsiderueshëm zyrtarësh të lartë. Gjatë vitit 2024 rezultojnë 33 zyrtarë të lartë nën hetim, mes të cilëve ish kryeministri Sali Berisha, ish kryetari i Kuvendit Ilir Meta, ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, apo dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, si dhe deputet apo ish deputet, ndërsa krimi organizuar ka marrë goditje me eliminimin e 9 grupeve të rrezikshme, por vazhdon të mbetet problematike çështja e mos ekstradimit të shtetasve shqiptar të lokalizuar apo të arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe. SPAK kërkon nga Kuvendi dhe adresimin e problematikave që lidhen me mungesën e këshilltarëve ligjor, si dhe në lidhje me mandatin e prokurorëve të posaçëm, që përfundon në harkun e 9 viteve. Edhe këtë herë ata kërkojnë zgjatjen e së paku edhe të një mandati për ta. Ergjys, do të nisem me ty, pra
le të themi, është një raport i cili përputhet me perceptimin. Pra në momentin që shtohet numri i personave përfaqësuesve politik të dyja palëve, majtas e djathtas, pra njerëz që kanë patur pushtet ekzekutiv, që kanë apo që kanë patur në të shkuarën, themi intuitivisht apo në mënyrë instiktive institucionet janë më pak bashkëpunuese dhe SPAK e vërteton këtë, e vërteton dhe me shifrat. Dhe nga ana tjetër paralelisht me këto kemi një rritje të themi të denuncimeve nga njerëzit e thjeshtë. Pra le të themi, pra që është ajo gjëja që perceptimi publik për SPAK-un është pozitiv, perceptimi i institucioneve pastaj është tjetër, është problematik. Po kjo është e drejtë mendoj, sepse SPAK-u prekosh është ankuar për institucion, madje që më parë ka folur për shifrat pra nivelet më të ulta ndonjëherë të denoncimit të institucioneve shtetërore në SPAK. Dhe kjo tregon për mua fakti që institucionet janë në problem me SPAK-un dhe në fakt qeveria ka problem me SPAK-un. Pra, sidomos policia për SPAK-un është një nga institucionet më pak bashkëpunuese, madje ne kemi parë që SPAK-u kanë nxjerrë urdhër arresti dhe policia nuk i ka arrestuar. Për shembull në bandën e Elbasanit, SPAK-u kanë nxjerrur arresti për një pjesë të mirë të bandës dhe shumë pak prej tyre janë arrestuar. Kjo tregon punën e dobët policisë, ndoshta edhe mungesë vullneti, unë besoj që është mungesë vullneti. Mungesë vullneti do ishte e rëndë. Po sigurisht fandaj me në këtë pikë. Po flas për banda, se mund, okay, hajde te kjo. Fakti që kemi SPAK do thotë që ky vend është në gjendje të rëndë. Pra sepse SPAK-u nuk është një prokurori normale, pra është një prokurori e posaçme, dhe është e posaçme sepse kemi një situatë posaçme. Kemi një vend ku krimi organizuar dhe korrupsioni kanë kapur shtetin dhe për këtë arsye të paktën nga ndërkombëtarët është parë arsyeshme që të iniciojë një reformë drejtësie e cila të zhbëj pikërisht këtë element. Dhe jo më kot kjo prokurori kanë fokus korrupsionit dhe së bashku me të dhe krimin organizuar, sepse ka një lidhje midis korrupsionit dhe krimit organizuar. Kështu që në këtë kuptim unë them dhe kjo vërteton atë, pra kjo vërteton një gjë shumë thelbësore, atë që pozita dhe opozita gënjejnë. Pozita thot që SPAK-un e kam ndërtuar unë dhe në sajt të punës time, thot Edi Rama, SPAK-u i ka bërë gjithë të mrekulli që ka bërë, ndërkohë opozita thot SPAK-un e kontrollon Edi Rama, pikërisht njëjtën gjë që thot Edi Rama. Dhe është Edi Rama i cili nëpërmjet SPAK-ut po sulmon opozitën dhe gjithë armiqt e Edi Ramës. Në kohë që në fakt shikojmë një fakt është e kundërt, në fakt është e kundërt, shikojmë që vetëm jo më larg se sot, ë. Pikërisht pra, domethënë këto tregojnë pikërisht që opozita dhe pozita janë të dyja në të njëjtën gjatësi vale dhe të dyja kanë armik të përbashkët SPAK-un. Kjo për mua është një problem i madh sepse kjo e ka lënë vendin pa opozitë. Sepse pozita dhe opozita janë bashkë në ortakëri, halli nuk e kanë të bëjnë garë me njëri tjetrin, halli nuk e kanë tek qeverisja sepse janë në alarm për shkak të një institucioni i cili kërcënon me burg. Dhe pra në thelb, ky institucion kërcënon sistemin ku veprojnë të dyja palët. Dhe të dyja palët tashmë kanë si prioritet të tyre mbrojtjen e sistemit ku ata operojnë, sepse nëse bie sistemi, bien që të dy. Kështu që kjo mendojnë është problemi më i madh dhe kjo mendojnë edhe në këtë zgjedhje e ka lënë pa alternativë pozit-opozit vendin. E vetëm alternativë mendojnë është tek ato partitë të cilat janë pros. Kemi lulin alternativë, mund të votojmë lulin për shkak. Dakor, vendi nuk është pa alternativë, edhe partitë e reja mendojnë janë alternativë, por nuk janë alternativë qeverisëse. Dhe ky është problemi këtyre. Pra këtu kemi alternativë pro SPAK dhe kundër SPAK. Dy palët që na qeverisin, pozita dhe opozita, so mendojnë na qeverisin të dyja, janë kundër SPAK-ut. Të gjithë palët e tjera jo qeverisë dhe që nuk konkurrojnë për të marrë qeverinë, janë pro SPAK-ut. Janë pro SPAK-ut. Pra që do thotë nuk kemi më zgjedhje për pushtet, po kemi zgjedhje për të mbrojtur një institucion i cili kërcënon sistemin, që është SPAK-u. E vërtetë. Po Oskari. Atëherë, së pari një korrigjim të vogël, edhe profesional. Në rastin e sotëm, në rastin e zonjës Gjaçka, nuk është SPAK-u që ka vepruar. SPAK-u e djallosi rastin e zonjës Gjaçka. Sepse SPAK-u nuk i nisi hetimet as për zonjën Gjaçka, as për bashkëshortin e saj strategjik. Sot është vendimi i gjykatës që detyron prokurorin e SPAK-ut të marrë të pandehur zonjën Olta Gjaçka dhe zotin Artan Gaçi. Të bëj një korrigjim logjik ndaj kësaj. Jo, është folë profesional. Po pra, po është profesionale mund të jetë kështu se nuk po i kësaj. Është vendimi kështu. Por korrigjimi logjik është ky. Rasti nuk rrezon korrigjimi e veçanta përkundrazi rasti teknikisht ka drejt skerdi sepse ka qenë gjykata që ka udhëruar SPAK-un të hetojë. Shiko, do dal pak sekonda më pas pse e solla si rast. E solla si rast për të thënë që ky prokurori i SPAK-ut, që për ironi të fatit është i njëjti që arrestoi Erion Veliajn,
Pra, arrestoi Ronveliajn dhe mazhoranca e Telendisi, çfarë nuk i tha, është po i njëjti prokuror që toleroi me vendim Olta Gjaçkën dhe Artan Gaçin. Tani, gjykata e detyron këtë prokuror të marrë pandehur këta si pas kallëzimit penal të... Si ka marrë pandehur, më jo. Të një historie tjetër. Po si ka marrë pandehur, që pandehur? Këtu, Sokol... Ndjeke... Ka tagrë gjykata të detyroj strukturën e posaçme. Ka tagrë të detyroj... Po jore ke gabim. Të nis hetimet. E ke gabim. Po mirë, më let mbaroj unë prapë se ke lexuar vendimin o bu, lexoja Po mirë, më let mbaroj unë pas ta vazhdoj. E dyta, bashkëpunim më të mirë me SPAK-un, se sa ta ngarkosh atë me kallëzime penale, nuk ka. Partia Demokratike, këtij institucioni, nuk ka javë që si çon kallëzime penale. Nuk ka javë. Vetëm Adriana Kalaja mund të ketë çuar 300 kallëzime penale në SPAK. Po ju e quani organizatë kriminale. Prit, jo, Ergis. Institucioni, mbështetet, më fal pak, SPAK është ankuar nga policia, është ankuar për policinë dhe për institucionet e tjera, se nuk bashkëpunojnë për të referuar dosje. Partia Demokratike mban rekord për referimin në dosjeve në SPAK. Si mund ta mbështetësh institucion? Sa mos fyllime ka, më burr? Po prit. Si mund të konsumohet organi akuzës me disa procedime, me disa kallëzime, Po mirë, unë mendoj, të cilat dalin bllaf. Ore, e merr vesh e mos fillimet kanë arsye. Si pjesën nga atë që ka zonë. Po e bëra edhe unë këtë pastaj të bie. Po si çfarë? Jo, më jo një sekondë, se ti po flet gjithmonë sigur me fjalë po flet politikisht më burr. Po më falë, unë përfajsus politik jam, se s'kam dal nga rruga. Po mirë, mos merë korrigjimin juridik. Tani, o zotri, gjykata sot i ka thënë prokuroris, ti duhet regjistrosh kallëzimin penal për Olta Gjaçkën. Jo, fare. Mirë, ja, ta ndikim pak materialin nga gazetari ynë Ervin Leka, i cili flet pikërisht për këto tre temi zhvillime sot në rastin Gjaçka, në rastin Beshaj dhe në rastin e Bashkëpajisë. Është një material që i ka të treja brenda, po ndoshta të marrim atë pjesën të ne për hir debatit Petraj dhe Dulit, debatin lidhur me atë se çfarë ka kërkuar gjykata e posaçme SPAK-ut për çështjen Gjaçka dhe të bashkëshortit saj. Ta ndjekim. Gjykata e posaçme ka urdhëruar organin e akuzës SPAK që të regjistrojë procedim penal dhe të nisë hetimet ndaj deputetes socialiste Olta Gjaçka dhe bashkëshortit të saj Artan Gaçi. Në vendimin e marrë, gjykata e posaçme kërkon që procedimi të jetë mbi dyshimet për 3 vepra penale, për shpërdorim të detyrës, falsifikim të dokumenteve dhe pastrim parash të kryer në bashkëpunim. Gjykata është vënë në lëvizje nga Alfred Beleri që kundërshtoi mosfillimin e procedimit penal nga ana e SPAK ndaj Gjaçkës dhe Artan Gaçit për çështjen e tetërsimit të pronave në himar të rreth 10.000 metra katror që më pas u blen nga Artan Gaçi për ndërtim të një kompleksi turistik. Gjykata e posaçme ka marrë ndërkohë të pandehur ish-kreun e Bashkisë së Shkodrës Bars Pahia mbi dyshimet e SPAK për akuzën e pengimit të ekzekutimit të vendimeve të gjykatës. Bars Pahia u kallëzua në SPAK nga ish-drejtori i Usjellës kanalizimeve në Shkodër, Mark Molla, me pretendimet se u shkarkua në mënyrë të padrejtë nga puna. Ndërkohë sipas SPAK, pavarësisht se gjykata e Shkodrës kërkoi kthimin e Mark Mollës në detyrë, ky vendim nuk u zbatua nga Bars Pahia. Të mërkurën prokuroria e posaçme po ashtu mbylli hetimet edhe për abuzimin me fondet sa SPAK dhe ka çuar në gjykim dosjen me 10 të pandehur mes tyre dhe ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Sipas SPAK, Beqaj dhe të pandehurit e tjerë akuzohen për korrupsion, falsifikim dokumentesh, mashtrim dhe shkelje të procedurave të tenderave publik. Hetimet kanë zbuluar se gjatë periudhës 2022-2023 ata kanë realizuar tendera fiktiv dhe kanë përfituar në mënyrë të jashtëligjshme nga kontratat e financuara nga Bashkimi Evropian. Urdhri për nisjen e hetimit ndaj Olta Gjaçkës dhe marrjen në gjykim të Bars Pahis nga gjykata e posaçme vjen në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Spahia dhe Gjaçka janë të dy kandidat për deputet. Olta Gjaçka kandidon për deputete në Tiranë në listën e hapur të Partisë Socialiste, ndërsa Bars Pahia është kandidat në listën e hapur të Partisë Demokratike në qytetin verior të Shkodrës. Pra, zhvillimet sot nga SPAK lidhen me 2 kandidat për deputet, pra që flasim edhe për impakt politik që kanë këto ndërhyrje. Pa nuk të shmangim dot apo, edhe sigur duam ta shmangim. Flasim për 2 kandidat që janë në rastin e zonjës Gjaçka, duke qenë se jam ndonjë nga njerëzit që jam marrë me këtë histori edhe për shkak të angazhimit tim politik në kemi pak dhurat nga Beleri. Territorin e Bashkisë së Marrës. Po patjetër, unë jam i lumtur për këtë pjesë. Shiko, mua më rastis të di dhe vendin e krimit në një farë mënyrë, njoh dhe viktimën. Sipas teja. Patjetër. Viktima është personi të cilit këta i kanë grabitur pronën. Kush e ka grabitur pronën?
Artan Gaçi, e di 200%. E di historinë si ka filluar. E di. Si ka filluar. Ja ta them unë. Ka një vendim gjykata më ku gjet dosja, Ja ta them dosja. unë. Po më lër të mbaroj, shiko, këtë zellën e matë të mbarosh. Jo, ka një Po pse ke këtë zellë të mbrosh një hajkut? s'ka mbrojtje. Po më lër ta mbaroj unë pastaj vazhdoj. Unë e njoh. Po më lër ta mbaroj. Se një fara procesin, prandaj po them. Më dëgjoj mua. Shteta si Fotom Hilli kishte 1000 metra tokë me ligjin 7501 të dhënë në 1993-shin. Dhe në emër të tij u falsifikuan dhe 5500 të tjera dhe pastaj u morë dhe toka shtet. E dije këtë, nuk e dije. Çfarë ka ka bler nga një, çfarë ka bler si fundit? Sepse shteta si që kishte vetëm 1000 metra tokë, shkoi Artan Gaçi, këtë 1000 metra që kishte pa letra, pra kishte të pa hipotekuar. Shkoi Artan Gaçi dhe i tha, këto do t'i hipotekoj unë, se unë jam pushteti. Ku e dim ne këtë? Po, prit, sepse ky person ishte në konflikt. Ishin dy familje në konflikt o Sokol. Tani, më fal pak. Ku e dim që Gaçi ka shkuar dhe ka realizuar këtë? Letrat u nxorrën, letrat në hipotekën e Vlorës. Për i punë drejtori kadastrës Vlorës o Sokol. Po dakord që ai tjetri që i pari që ja ka falsifikuar pronën, themi është në faull. Ky tjetri që ja ka ble pronën, ku është problemi këtij? Harrojmë detaj të rëndësishëm ne. Jorgo Goro është në burg sot për këtë punë. Po dakord, pra mund ta burg mor Sokol. Po dakord, për këtë në rregull. Se gabimisht Jorgo Goro në burg, është pranuar gabimisht. S'është kur gabim. Po e ke gabim. Do me thënë ky spaku na pas ka probleme. Si ka mundsi vetëm struktura juaj e dinte gjithë këtë kompleksitet? Jo, këtë e dinte prokurori i Vlorës. E dinte prokurori i Vlorës, por e mbylli çështjen. Toka ka filluar nga 1501 që nuk i dinte i ku ishte vendi. E dinte prokurori i Vlorës. Është bërë një seancë gjyqësore. Është marrë një vendim gjykate, e ka marrë tjetri, ja ka shqitur një Vasili, dhe pa kjo është historia, pra. Një sekund, ka një disinformim të kësaj... Atëre na informoti, pse gjykata speciale, të lutem, Duli? E dimo e ka marrë dosjen ajo. Pse gjykata speciale, dosjen asaj gjykate, se që e referoj a i zotria që ky përfaqësonte. Zoti Petraj, çfarë ka urdhëruar sot gjykata speciale Spaku? Edhe njërë, gjykata speciale, gjykata nuk ka tagër me një sekund, të lutem. Spasa gjykata është një gjithë. Jo, ta themun. Gjykata nuk ka tagër të detyroj strukturën e posaçme në bazë të një vendimi të gjykatës kushtetuese që jep ndarjen e pushteteve. Struktura e posaçme, një sekund, ka ndarje pushtetesh, prokuroria dhe gjyqësori. Po pse nuk ishte gjykata e lartë që urdhëroi Spaku ta detyrohet për sinjanarin? Është për tjetër gjë, jo tjetër gjë kjo. Për mos lutem ta mbaroj më burr, mos më ndryt, lutem. M'fal, ti ndërherë 5 herë. Jo, a të pëlqen ta bëjmë kështu? Tani më pyeti Sokoli dhe do të përgjigjem. Marrim një përgjigje me fond juridik. Në bazën e 3 të kodit të procedurës penale, nëse prokuroria shikon që nuk ka element të veprës penale, nuk regjistron procedim. Në rregull? Pra, jemi në kushtet që e ka parë vetë struktura e posaçme këtë. Dhe për atë vendim të cilin ka thënë sot, edhe të orientoj që ti do e tosh për këtë, për mendimin tim, është veprim i gabuar i gjykatës, sepse ja u shpjegova. Kjo është tjetër gjë. Po ai ka urdhëruar se ti te fillimisht se ka urdhëruar. Pse pa, s'ka avokat në botë, s'ka avokat në botë, jep drejt prokurorit se jo gjykatës, so Petraj. Edhe njëherë mo ti, edhe njëherë. Se po rrëzon deontologjinë e penalitetit. Edhe njëherë, ti mos më tregon mua të para. S'ka avokat në botë, mbron prokurorin dhe rrëzon gjykatën. Të lutem. Edhe njëherë. Çfarë logjike juridike është kjo, më mbron prokurorin, rrëzon gjykatën avokat. Edhe njëherë, prit. Po varet për klient kam. Prit. Gjykata, po avokat, se ke klient Artan Gaçi, ultërhiqem. Ja ta them unë. Dhe kërkoj edhe ndjes. Ja tani një sekond. Po lera tani unë. Mund tash të pari. Nga jugu dhe di çfarë bëhet me Imar, ë? Mos më trego tani. Po jo se di fare. Dhe vetëm ju i dini si ka mundsi. Se di fare fare. Jo, ju vetëm ju i dini dosjen e hipotekës Vlorës. Po ta dije, pranoja që drejtori i Vlorës bëri burg. Drejtori hipotekës. Po janë njerëz në burg po Petraj. Edhe një ta shpjegoj këtë tani një sekond. Ama larë tani çmë zell tani ti s'ke marr tokat e tua ti më tregon. More si ka marr sepse qeveria jote është e korruptuar, prandaj si ka marrë tokat e mia. Qeveria jote është e korruptuar, prandaj e kam pa letra. Je në medo apo jo më? Se po më thua si kam marrë letra. Je në medo çfarë kam unë më me qeverinë më. Se kadastri e Sarandës e qeverisë tënde është e korruptuar, o Petraj. E prandaj të le ty të frasësh broçkulla kur ligji e parashikon. Edhe njëherë të detyrohet kjo. Ja para një sekund, gjykata, që thot ligji. Jo, që thot gjykata, në atë në atë. Lërë që detyron gjykata, po si ka vepruar gjykata në këtë rast?
Gjykata ka vepruar keq në këtë rast, është pushteti këtu. Ta lutem edhe njërë, s'kerdi mos më ndëry kote. Po jo të lutem ta. Edhe njërë, precedenci i rrezikshëm thot tjetra. Për sigurinë juridike në një shtati konventës europiane për të drejtat e njeriut. Pra, kur ka një mos fillim, nuk mund ti të detyrosh që të hetohet tani ti, por ti do hetosh për këtë dhe këtë. Tashi më vje keq. Tashi unë Po e thot ligji mos e them unë. nuk e di rastin konkret, prandaj tash u pyeta për rastin konkret. Nëse ditën çka më shumë, por sigurisht dhe gjykatat, dhe nuk është rasti i parë, që gjykatat i kërkojnë prokurorisë të hapin hetimin. Tani një sekundë. Pastaj në çështjen konkrete, Ja u shpjegova. në çështjen konkrete pastaj është çështje tjetër. Ja po them, gjykata nuk mund të imponojë një hetim nëse organi hetimor aja imponoi më gjykata nuk ka gjetur elemente veprës penale. Fal, aja imponoi gjykata e lartë Spakut hapin hetimin për 21 janarin. Jo, ktheu dosjen. Nuk e pranoi, tjetër gjë kjo. Këtu jemi që kjo e orienton. Se ka pranuar mbylljen e hetimeve ajo këtu. është për fillim procedimi. Po pra. Atëherë, kjo nuk thot procedim. Kjo të orienton, ti do ta hetosh për këtë. Po e kthen nga e para. Sokol. I kthen dhe hetohet çështja. Në pikën 2 të këtij vendimi mund të jetë vendim që të lutem se s'mund, shiko, nuk mund të hedhim ty në parim gjykata e kthen. O Sokol, gjykata se kanë vendimin, detyrimin e prokurorisë posaçme kundër krimeve të korrupsionit dhe krimit të organizuar për regjistrimin e procedimit penal dhe për vazhdimin e hetimeve për vepra penale, shpërdorim detyre, falsifikimi i dokumentave dhe pastrimi produkteve të veprës penale kryer në bashkëpunim të parashikuara nga nenet X. Tani, të lutem shumë, ku është shkelja e gjykatës në këtë rast? Se të orienton ty që ti do hetosh për këtë. Po patjetër, po kjo është detyra e saj. Po sikur ta hetoj gjithë grupin që ka bërë kallëzimin? Po për 21 janarin, ka drejtë domethënë gjykata. Po grupi që ka bërë kallëzimin, o zotri, me atë kallëzim. Mua s'më intereson rasti konkret. Me atë ka të drejtë atëherë gjykata e lartë që ka udhëzuar Spakun të hetojë 21 janarin. Një fjali Petra ka bërë krimin e regjistrimit të procedimit. Petraj, ai grupi që bëri kallëzimin për këtë çështje ka mbush një burg plot sot. Dakor? Për këtë çështje ka njerëz në burg. Po mirë atëherë unë zotri do shkoj nesër në Dërmin fushat, edhe ky viktima e kësaj prone do më dal para prap. Dakor? Njerëz që u grapitet prona ditën për diell. Vetëm që ka një nonsens në të dy argumentet që hidhni kundër njëri tjetrit. Ndjes që po ja them, ndoshta më ndihmonte pak rëndësi. Pra, juve ju pëlqen kur ose jeni dakord kur Petra kur gjykata e lartë detyron Spakun të hetojë çështjen e 21 janarit, gjë të cilën Spaku kishte refuzuar disa herë ta bënte. Nga ana tjetër, ty s'ket të pëlqen Spaku kur i fut këta prokurorin e Vlorës, kryetarin e Vlorës dolin organizata kriminale po në rregull, më shumë mirë ja bën. Shumë mirë ja bën. Edhe aty ish kryetarit bashkisë Timarës nëse ka vjedhur, por ama nuk të pëlqen ty kur ai thot ky ka vjedh, ky s'ka vjedh. Pra në këtë mes është hipset brava, zbriset brava. Jo, flasim për diçka parimore. Gjykata e ka të drejtën, ti thot prokurorisë, ka të drejtë. Po unë bëra një pyetje të a je dakord me hapjen e hetimeve nga gjykata e lartë që detyron Spakun të hapi për 21 janarin? Po a je dakord apo jo po them? Je dakord apo jo? Po jam dakord unë ka ligji mos e rregull. Se taktoj unë këtë. Ergys, këtu ndonjëherë më duket sikur janë efektet e drejtësisë së re. Pse? Sepse secilës palë i pëlqen kur kodihet pala tjetër. Sigurisht, pra kjo është... Shiko, unë e preka dhe një dy biseda që po bëja me Ergysin ishte që ka një parim të pavarësisë së prokurorisë në bazë të nenit 148 të Kushtetutës, që e cilëson këtë situatë. Po është palë prokuroria. Mbi të gjitha palët është gjykata, ti e di më mirë se unë. Unë është parim bazë drejtësisë. Sa po kuptohet ku është ti avokat, ti e palë. Prokuroria të pagër të thotë heto apo të tre dosin dhe që ta rjetë. Kjo më duhet se është debati në disë palëve. Unë mendoj faktën me kulturën ti në modese juridike që ka. Gjykata është mbi të gjitha, na pëlqen, po sa pëlqen. Jorgo Goro është në burg për një procedurë. Dhe nuk e kanë fare me rastin konkret. Sepse me rasin duhet jeti lirë ndërkohë që është përfitues. Ka logjik kjo, do të thënë. Po e ka blerë nga Bersi falsifikuar. Ka bërë letra të falsifikuara. Po e di ti më këtë punë. E thua ti. Po e thotë gjykata sot më zotëri. Ore, po nuk e thotë Gaçi, mund thonë ja falsifikuar, po Gaçi e ka blerë nga personi që e ka falsifikuar. Çfarë fare ka në mes? Jo zotëri, jo. Si që ka kjo? Gaçi ndërhyri për të marrë një pronë. Po ku e di ti që ndërhyri më? Prokuroria thotë jo, ka mbyllë hetimet.
Po prokuroria Morzotri, për çfarë e ka quar në burg Gorgo Goron dhe gjykata njëkohësisht? Sepse është bërë vepra. Është bërë vepra penale të prokuroria. Për çfarë u sekuestrua prona sot? Po është, jo, një sekondë. Pa ka përfitues ky falsifikim, a ka përfitues pra? Se për këtë jemi duke diskutuar. Nëse do të jesh korrekt, dhe këtu i vetmi përfaqësues politik je ti. Po patjetër, ne tjerë kemi ngarkesa politike, po nuk kemi njerëz politik. Nëse do të flasësh konkretisht, me sa diun të paktën, po pastaj avokati më korrigjoi se ndoshta ja fuzon kot. Prona është sekuestër preventive. Pra, nuk i është hequr gaçet, por i është ti nuk mund të shesësh. Me vendim gjykata e ka kaluar. Sa kohë të mbaroj, ha? Me vendim gjykata është kthyer tok shtet. Është ka mbaruar fare. Kur ka mbaruar? Është kthyer fare, i është sheshur. Kur? Ai ka investuar në mjetë të pranë. Kam përshtypjen që si ja vlen të dalim në çështje teknike se ta bëjmë gjyqin e këtu. Investimi vlen më shumë se sa toka. Po, edhe unë kaq edhe unë gjëra modeste nuk kam si informacion. Por ama një gjë është e sigurt, që sigurisht na pëlqen apo s'na pëlqen se këtu pastaj rrëzojmë shtetin, na pëlqen s'na pëlqen vendimi i gjykatës, vendim gjykate. Nëse nuk na pëlqen, ka vetëm një rrugë. E çojmë dhe apelojmë në një nivel tjetër. Pra, argumentet e Petrat mund qëndrojnë, i merr avokati, merr dosjen dhe e çon në gjykatën më sipër dhe ankimon. Apo prokuroria vetë e ankimon procesin vendimin e gjykatës. Po që sigurisht që gjykata është mbi prokurorinë, sepse është mbi palë, është mbi palë. Vetëm një tagër që mund ta kthej dosjen, por jo të orientoj që di do e thosh për këtë. Atëherë një pyetje kam për këtë. Atëherë dalim te orientimi, se këtu është thelbi i diskutimit që duhet nisja sot. Pra mendoni që drejtësia e re ka një orientim caktuar politik? Cila mendimet e saj? Të ndajmë gjykata apo drejtësia pra, drejtësia e re. Drejtësia e re. A ka orientim politik? Nuk ka lidhje tani, janë të ndara pushtetet. Organi akuzës është po bashkë me drejtësia e re dhe prokuroria dhe SPAK. Janë të ndara të dyja. Po janë të ndara, më Petra, janë të ndara, po janë organet e drejtësisë së re, si njëra si tjetra. Si gjykoja, si SPAK-u janë organet e drejtësisë së re. Dhe tani ti më thuaj në këtë, pra, sepse bëj, po të pavarur janë ata, por a ka një orientim caktuar sipas teje, sepse po goditet një eksponente jo pak e njohur e Majtës, po që ishte një ministër mbrojtje, ka qenë një figurë e respektuar etj, sot është kandidate për deputete, pra që GKO-ja ngrihet e thot në mes të fushatës SPAK-ut, merr edhe Eto Xhaxhashën apo çojë për procedim penal, është pra janë aprofesional apo janë të orientuar politikisht? Për mendimin tim, orientim politik aty nuk ka. Fare. Unë ne shikoj jashtë politikës. Problemi është tek pika, në një nga pika 42 ndoshta, është thënë që nuk është bërë hetim për këta dy subjekte, që kanë qenë në këtë kallëzim. Po. Dhe këtu thuhet, dhe merri tani dhe mjeto, por jo të ti të cilësosh veprën penale për çfarë do ta hetosh. Po mirë, ai veprën penale kam cilësuar unë si kallëzues Morzotri. Unë si kallëzues ai ka kallëzuar edhe Goron, edhe kadastrës, edhe prokurorin. Ti di shumë mirë. Ti do të hetoj edhe këto. Raste të tilla janë më tepër konflikte civile. Dhe janë pjesë e procedurës administrative. Sa për dijeni? Ky rast. Ato janë vepra penale Morzotri. Edhe një herë, rasti për të cilin ti flet janë pjesë pronësie. Dhe nëse ka një sekond, një sekond, se është vepër penale. Edhe njërë, mos e ka. Nga e gjeti zotria dosjen, a i zotria që ka bërë kallëzimin, nga e gjeti dosjen, nga viktima, nga shteta si Mihallaq Bonjaku. Dijo, unë kam atëre Ergjys, ndërkohë kemi një rast paralel po sot që është dërguar në gjykat për procedim penal si pandehur Bars Pahia. Cilin unë e njoh, është një nga djemtë e mirë të Shkodrës, te nga një nga djemtë e mirë të Partisë Demokratike. Nuk e di aftësitë e tij menaxherale, nuk e kam fare idenë se nuk e kësaj çështje. Por dhe ai shkon për procedim penal, rrezikon ndoshta edhe burg, unë kam përshtypjen, për një emrim për një person që ka hequr nga puna etj. Pra, nuk besoj se rrezikon burg, po çfarë do të rrezikoj? Ideja që ti shkon i pandehur në mes fushatës për një emrim që ke bërë ti në ujësjellsin e Shkodrës para 3 vjetësh. 3 vjetësh. Në një epokë krejt tjetër, në një status që ka qenë i pjesshëm apo jo. Ai ka qenë për mandat një vjeçar kryetari i bashkisë. Dhe ti vesh nga mbrapa dhe ta çosh në kujt fushatës, ndërkohë i vesh tek ti tjetrit, e çon tek të tjetrin patjetër në kujt fushatës. Tani ka një problem këtu. Ka një problem këtu apo ka problem? Kush është problemi në raport me SPAK-un këtu që e ka thënë vetë SPAK-u këtë.
Një nga mënyra se si këta e bllokojnë SPAK-un është duke i quar pafundësisht çështje, në mënyrë që ai mos ketë mundësi të jetojë. Sepse ai ka gjithsej 20 prokurorë. Dhe me 20 prokurorë s'ka çfarë të bëjmë përpara. Dhe këta çfarë bëjnë? Një prej mënyrave që çfarë bëjnë, ta mbysin me punë, edhe mos ketë mundësi pastaj që të detojë peshit e mëdhej dhe si duhet, gjithë gjë. Këta tani janë të detyruar SPAK-u, pse e mbysin kështu? Sepse këta i thonë, sipas ligjit nuk e di sa është koha, brenda 3 muajsh më duket duhet të kthesh përgjigje. Pra këta angazhojnë prokurorin që brenda 3 muaj të kthejë një përgjigje. Dhe është detyruar që nëse ka element, indicie për një vepër penale, duhet hapet tim, ose të thotë që mbyllet çështja. Edhe në rastin e Bars Fahis, çështja është shumë e vogël, mendoj dhe mund ose duhet të ishte e neglizhuar, pra nuk ka pse të merret SPAK-u me këtë. Mirë, po këta vendosin SPAK-un përpara përgjegjësisë, i çojnë kallëzimin dhe ti duhet të shprehesh. Dhe prokurori tashmë kur e sheh që këtu ka arsye për të tetuar, nuk është mang dot, duhet hapet timin se s'bën. Dhe kështu këta pengojnë SPAK-un. Dhe këtë ka bërë qeveria në masë, domethënë për ta penguar SPAK-un që të hetojë. Qeveria, po këta të tjerë, edhe këta tjerë, edhe këta. Nëse vetëm një avokat e ka çu 300 penale. Për çështjen e teatrit, janë çu pafundësisht dhe SPAK-u çka ka bërë? Kur ti çon her pas here, ai thjesht shtyn time, se ti më ke sjell një 3 orë, rifillon nga fillimi. Dhe mund të bërë pa pas të qëllim, po shpesh herë kjo përdoret edhe për të zgjatur ose për të zvarritur hetime. Tani, unë mendoj këtë dhe për të rikthyer, prandaj thash skerdit, nuk është një çështje dhe diskutojmë gjithë prokurorinë në një rast. Se për një rast mund të ketë mund të jetë gabim. Rastet e sotme. Po jam dakord, po do të thonë gjithshme patjetër. Unë qëndrimin tim politikisht siç e shoh unë, do të thonë gjithë skenën është që këtu partitë të dyja palët janë kundër SPAK-ut dhe kjo mua më shqetëson. Nuk e lënë të punojë rahat. Nuk e lënë të punojë. Njëri duke e ngarkuar kështu, tjetri duke e sulmuar politikisht e ka sulmuar dhe ky po pastaj është tërhequr, duke bërë një komision kundër kësaj. Pra këtu është detyruar BE-ja 2-3 herë të ndërhyjë dhe të mbrojë SPAK-un. Tani kemi edhe një gjë tjetër që duhet ta themi këtë. Ore, deri para pak kohësh, këta të Berishës thonin që, shiko, Trumpi do ta zhbëjë SPAK-un, SPAK-u është një organizatë kriminale, Trumpi të roqi fondet ndaj SPAK-ut, Trumpi të roqi amerikanët që punonin me SPAK-un, i të roqi dhe sado që ne themi me arsye, s'ka pse Trumpi ta pengoj këtë. Ata do kthehen prap, fondet do rishikohen sepse ishte proces i përgjithshëm. Dhe ata tani u rikthyen. Pra çfarë thotë që këta na kanë gënjur. Tani mbetet që këta na thonë ne që pse na kanë gënjur dhe pse këta, se këta po dalin blof në çdo hap. Këta thonë Eurikimi ka dalë nga sistemi, tash del që Eurikimi s'ka dalë nga sistemi. Dhe e tham 2 herë këtë. Qeveria thoshte amerikanët ikën. 2 herë, po ikën. Tani na keni vetëm ne, po. Këtu duhet kuptojmë një gjë, që këtu është kusht thot rrenën më të madhe që t'ju thot pra që gënjen njerëz në raport me amerikanët. Vetëm ka një problem dhe këtë do flasim më njëherë në pjesën e dytë. Në këtë moment është pro force për SPAK-un për treguar pjekurinë e saj, sepse edhe zgjimi i fundit i SPAK-ut vjen pikërisht pas një reagimi të Shtetet e Bashkuara. Rikthehemi pas pak.